بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai subhanahu wa taala. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga komentimi i Kuranit famlar e që neve në javën e kaluar kemi shpjeguar ajetin 45 dhe 46 të surës Al-Baqara, ku Allahu Jalla wa Ala ju drejtohet Benu Israilëve dhe ju thotë që për me çu premtimin e Zotit në vend që ja keni dhënë Allahut besën që do e besoni Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe Kur'anin famlar, ja u ka treguar rrugën dhe mënyrën se si me ardh deri te kjo çështje nëpërmjet sabrit dhe nëpërmjet namazit. Pastaj Allahu i lartësuar ju thotë që kjo çështje, kërkimi i ndihmës nëpërmjet sabrit dhe nëpërmjet namazit, është e rëndë përveç për besimtarët dhe ata të cilët ja kanë frikën Zotit Jalla Jalaluhu. Pastaj Allahu i lartësuar i shpjegon cilësitë e këtyre njerëzve që nuk ju vjen namazi i rënë dhe nuk ju vjen rënë me kërku ndihmë tek Allahu nëpërmjet sabrit edhe namazit, dhe prej cilësive kryesore që shpjegum në dersin e kaluar është që ata kanë bindje të thellë në zemër që kanë me taku Zotin ditën e gjykimit. Kjo është cilësia kryesore e besimtarëve, të cilët i kërkojnë ndihmë Allahut nëpërmjet sabrit dhe namazit. Ajo cilësi është që kanë bindje të thellë në zemër që kanë me taku Zotin Jalla Jalaluhu. Derisa sot Allahu Jalla wa Ala në ajetin 47 dhe 48, Allah Azza wa Jalla prap ju drejtohet robërve të tij dhe ju thot: Ja bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. O ju bitë e Jakubit, ju drejtohet jehudëve të Medinës, o bitë e Jakubit alayhi salam, përkujtoni dhuntit time që ja dhurova juve. Dhe neve e kemi shpjeguar para 7 ajeteve. Në ajetin 40 Allah prap thot: Ja bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ajeti 40 Allah Azza wa Jalla thot: përkujtoni mirësitë e mia që ja kam dhënë juve dhe çoni në vend besën që ja keni dhënë Zotit me besu Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. 7 ajete më vonë prap Allahu Jalla wa Ala ja përkujton nimetin, thot: udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Wallahi mi lezu këto ajete me meditu mirë. Sa but sillet Allahu Azza wa Jalla me robërit e tij, është çudi. Sa but sillet Allahu Jalla wa Ala me armiqtë e tij, është shumë çudi. Edhe tjetër mësim që na jep ky ajet që Allah Azza wa Jalla ja përkujton për Israilëve nimetet, mirësitë, pejgamberët që i kanë pas, që t'jep e kuptu se shumë duhet me kanë i presht për me meritu hidhrimin e Allahut. Shumë duhet me qenë i prish në zemër, i prish në vepra, kriminal një madh, për me meritu hidhrimin e Allahut, sikur se që e kanë meritu Bene Israel. Ma shikone ajetet varg, se si Allah Azza wa Jalla i thret në rrugën e drejtë, i thot: udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, o bitë e Jakubit, ja kujton babën e tyre, Jakubin alayhis salam. Përkujtoni mirësitë që ja ka dhënë Zoti. Keni pas pejgamber mas pejgamberi. Allah Azza wa Jalla ju kanë nderu me pejgamber, ju kanë nderu me njerëz të mirë, ju kanë nderu me dietar, ju kanë nderu me qenë pasues të librit, nimet prej nimeteve të Zotit, ju kanë nderu me qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Domthonë kanë arrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjallë. Kjo prej nimeteve më të mëdha. Nuk ka nimet më të madh se me qenë me jetu në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me pas mundësinë me qenë prej sahabeve, që ne se kemi. Edhe pse jemi musliman, alhamdulillah, Allah na i ka dhënë dhuntin, imanin, besimin në Resulullah.
Po shikone, ka pas njerëz të cilët kanë jetu në kohën e tij dhe se kanë besu. E Allah Azza prapë për javë kujton nimetin që javë ka dhënë. Dhe bjo thot, wa anni faddaltukum ala al-alamin. E thot Allah, dhe unë ju pata dallu, thot juve, nga njerëzit e tjerë në kohën të cilën keni jetu ju. Pra Allah Azza i ka dallu Bene Israel pasus të Jakubit a.s. Bete Jakubit, pasus të Musës. Në kohën e tyre që kanë jetu, s'ka pas njerëz më të mirë se ta. Allah për ja kujton këtë nimet. Alel alamin. Në botën që kanë jetu në atë kohë, s'ka pas njerëz më të mirë, sepse kanë qenë pasus të pejgamberëve. Ka pas edhe ymete tjera, po thot ju keni qenë njerëzit më të mirë. Ju do të partë me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të partë me mbështet Kur'anin famlart, jo me ja kthy shpinën të partë. Sepse keni pas nimete të mëdha. Ky ajet alel alamin, alamin thon botës, mirë po. Ulema e tefsirit thonë është për qëllim koha në të cilën kanë jetu. Ata dhe jo në për gjitha botrat, për gjithë kohët, nuk janë më të mirë. Për arsye se Allah Azza wa Jall thot në Kur'anin famlar, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. O ju musliman, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot jeni ummeti më i mirë që ka dalë nga mesi njerëzve. Nuk ka ummet më të mirë se sa ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ummeti i Bene Israilve ka qenë më i mirë në kohën e tij. Sepse pejgamberët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e dim, kanë qenë të dërguar për një periudhë kohore të caktuar te një popull i caktuar. Nuk kanë vlerë për deri në ditën e gjykimit që zhvlen ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'ani famlar. Ata kanë qenë më të mirë, Zoti ja pruriton që keni qenë më të mirë në kohën e ju. Ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky tash është më i mirë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, sepse Allah subhanahu na thot neve besimtarë, muslimanëve, ju jeni ummeti më i mirë që ka dalë në faqen e tokës. Edhe ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Allah subhanahu i ka dërguar 70 ummete. 70 ummete kanë qenë në tokë. Ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, antum akhiruha, ju jeni i fundit, ju jeni 70. Muslimanët janë ummeti 70. Ummeti i 70. Pastaj thot antum khayruha wa akramuha ala Allah. Ju jeni ummeti më i mirë dhe më i dashur tek Allahu azza wa jalla. Për 70 ummete, ummet nuk do të thotë popull. Popull me një gjuhë të caktuar, jo. Ummet do të thotë ata të cilët e kanë pasur fenë e Allahut azza wa jalla para Islamit. Pa parasysh çfarë gjuhë ka fol, do të thonë kanë qenë ummet. E Allahu azza wa jalla 70 ummete i ka dërguar prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtyre 70 ummeteve, më i dallumi, më i miri, më i dashur te Allah është ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E Bene Israil kanë qenë më të dashur tek Allah në kohën e tyre. Pastaj ulema Islami thonë, 3 ummete te Allahut kanë qenë më të dashura, para 2 ummete para se me ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dyti ka qenë Ibrahimi alayhis salam dhe ummeti i tij. Pastaj Musa alayhis salam dhe ummeti i tij, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka kaluar të gjithëve dhe është ummeti më i mirë deri në ditën e gjykimit dhe i të gjitha kohrave. Prandaj ummeti më i mirë të dashur vëllezër, neve e meritojmë atëherë kur ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja dhe besoni Allah. Të janë 3 cilësitë e ummetit më të mirë, ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe besojnë Allahun azza wa jalla ashtu siç duhet. Andaj Allahu azza wa jalla po ja kujton këtyre njerëzve që doni me besue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kujtoni nimetet e Allahut. Edhe ne dashur vëllezër, duhet me i kujtoni nimetet e Zotit që na ka dhënë. Sepse atëherë kur i kujtojmë nimetet, mirësitë që na ka dhënë Zoti, e falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësitë që na ka dhënë, ajo shtohet mirësia. Në moment që ne e përbuzmi mirësinë e Allahut, ashtu siç e kanë përbuzur në Izrael. Allahu na i merr këtë nimet, ja të tërkujt. Fe Islam është fe e të gjitha kohërave. Nëse ne e përbuzëm, Allah azza wa jalla ashtu siç thot Kur'an, e merr juve, ja merr jep në popull që e dojnë Allah dhe pejgamberin e tij. Kaq e thjesht është kjo punë. Duhet me falendëruar Allahun për nimetin e Islamit, për nimetin mirësinë e imanit, për mirësinë e imanit dhe të Islamit dhe të Kur'anit dhe të Resulullah. Wallahi askush nuk beson, ka thënë Allah azza wa jalla.
Nuk beson askush në Allah dhe të dërguarin e tij. Pa dhënë leje Zoti xhallahu ala dhe në zemrën tonë me ai fut iman. Atë këtë duhet me pas parasysh dhe me falendru Allahun azza wa jalla. Pastaj Allah i lartësuar në ajetin tjetër thot: "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a." Qofse ju thot nuk e besoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tut një dite, kur askush askujt nuk mundet me i kry asgjë dhe me i bë punë. Pra, ditës së gjykimit. Dita e gjykimit, dashur vëllezër, i ka 4 cilësi. Me majt mirë me. I ka 4 cilësi. Dita e gjykimit, bazë të ajetit. Allah azza wa jalla po thot: "Wattaqu yawman", friksojeni një dite. Kur dalmi para Allahut, ajo ditë është dita e gjykimit. Pse Allah ka thonë një ditë, e s'ka thonë shumë ditë, s'ka ditë më masaj, s'ka ditë. Është e vetmja, nuk llogaritet më koha me ditë. Friksojeni asaj dite kur delni para Zotit, e që nuk mund me i ba dobi do askujt, askush. Cilësia e parë është askujt s'mund me i ba dobi. As baba e vladit, as e vladi fëmija prindit, s'mundet me i ba. Nuk mundet dikush me thonë, unë e kom pas prindin të devotshëm, edhe tash, bazë prindit, unë e shkoj në xhenet. Ja, s'mundesh. Nuk mundesh. Sepse Allah azza wa jalla këtë ajet e ka zbrit për Bani Israil, ka është i përgjithshëm. Sepse çka kanë thonë ata? Ata kanë thonë, hey, na edhe mësë me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Kur'anin, na babëve abgjyshi kena pas pejgamber. Ata tani ditën e gjykimit, edhe ndërmjetësojnë të Zotit edhe bojnë shefat. E Allah azza wa jalla po thotë, friksoni asaj dite, kur s'bën dobije, kur kush askujti çaskush. Se ke pas babën pejgamber, zvlena e punë. Nuh alayhis salam, djali i tij ka vdek pa besimtar. Kryes mund mi bë dobi kur gjë. Luti alayhis salam, gruaja e tij ka vdek pa besimtar. Nuk mund mi bë kur gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prindtë vet kanë vdek pa besimtar. S'mund mi bë kur gjë. Axha i tij, Ebu Talibi, që e ka mbështet, ka vdek pa besimtar. Kur gjë s'mund mi bë dobi. Për këtë edhe kur i ka thirr Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mi u bë davet thirrjen islame familjes vet, i ka thonë Fatime, bia ime, bia Muhamedit. Ka thonë, besoj Allahun sepse s'mujt e Allah kur gjë më të bë. Se je bia e pejgamberit, te Allah azza wa jalla nuk vlen kjo. Unë e baba Naxhi, po çka tani baba Naxhi? Baba Naxhi as në shpinë me çu xhenat. Ka thonë Abbas ibn Abdul Muttalib, o Abbas ka thonë ti je axha im. Po nuk mojën e të ti kur gjë më të bë ishte Allah azza wa jalla. S'moj. Secili vetën e vet. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi o sahibetihi o beni, atë ditët ka me ik vlau për e vlaut, burri për e gruës, baba për e fëmijës. Atë ditë, se cilë thët, shënu ju gni, qështja, une, veç unë. S'ka adit, as vlas nje, as babs nje, as gru nuk nje, as fëmi nuk nje. Për këtë Allah azza wa jalla për thot Bani Israil, ju keni pas pejgamber për vallar. Po se besut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po nuk e besut Kur'anin famlar, edhe nuk e ndjekët rrugën e tij, nuk bën dobi ajo punë. Keni mu ndjek zjarr xhenemit. Keni mu ndjek zjarr xhenemit. E jo më thon tash, shpesh na ndodh hoxhëvone baba jam u fala, dhe baba fal për vetë, ti s'u fal. Ajo fal për vetë, Cilësia e parë e ditës së gjykimit, askush askujt nuk mund me i bë asgjë. Kjo është cilësia e parë. Cilësia e dytë, wala yuqbalu minha shafa'a. Cilësia e dytë, nuk pranohet ndërmjetësimi. Nuk pranohet ndërmjetësimi në ditën e gjykimit. Nga pabesimtari. Se tash shefatin e shpjegoj më gjithësisht. Pra ndërmjetësim prej besimtarit për pabesimtarin nuk pranohet. S'ka mundësi me ndërmjetësu. Sepse ata kanë thonë, ai kena pas baballar pejgamber, edhe ata ndërmjetësojnë. Ja. Sepse Allahu azza wa jalla thot, "Wala yuqbalu minha shafa'a." Për pabesimtarin nuk pranohet ndërmjetësimi as prej pejgamberëve. As pejgamberët e Allahut s'kan drejt me ndërmjetësu për popujt e tyre që kanë vdekë pabesimtar. As për më të afërmit e tyre që kanë vdekë pabesimtar. E lërë më të tjerët. Pra cilësi është nuk pranohet ndërmjetësimi për ta.
Sepse për mu pranu ndërmjetësimi, i ka 3 kushte. E para me qenë besimtar, e dyta me dhënë leje Allahu Azza wa Jall, edhe e treta me qenë i kënaqur Allahu me ato që për me ndërmjetësu. Gjitha këto argumon me ajetet Kur'anit. E para, wala yuqbalu minha shafa'a. Ky ajet nuk pranohet për pabesimtarin shefati. Bjen poshtë me njerë. Ajeti tjetër në ajetin Kursi, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Askush nuk mund me ndërmjetësu, thot Allahu në ajetin Kursi që ne lexoj, pa lejen e tij. Pa lejen e Allahut s'ka me ndërmjetësu askush. Nuk i jepet leja pabesimtarit, ose besimtarit me ndërmjetësu për pabesimtarit. Argumenti tjetër, wala yashfa'una illa liman irtada. Nuk ka mundësi të me bën ndërmjetësim illa liman irtada, përveç ato që e don Allahu Azza wa Jall. Pra, këto 3 kushte pabesimtari nuk i plotson. Për këtë arsye shefati apo ndërmjetësimi në aspektin gjuhësor do thot çift. Witr i thojnë një, na që e fal me vitrin apo? Vitr i thojnë nisht. Witr është tek, një. Shafa' i thojnë dyshit. Ose çift. Pse? Se për më ndërmjetësu dikush, do më thonë një zat tjetër që ta ndihmon ty për një çështje të caktuar. Ta ndihmon për një çështje të caktuar. Për këtë pabesimtarët çka thonë? Thotë na s'po lypi për juve sevap, pas kur gjë veç me qenë një zot te Zoti për neve, me ndërmjetësu me thonë që ju kam burrat mirë. E Allah Azza wa Jalla thotë ja, as që to se ja vepën si. Me ndërmjetësu për ta me thonë kanë qenë burrat mirë, ja hiç fare. Mos flas me mua për sevape. As me ndërmjetësu. E shefati ndohet 2 lloje. Shefati që nuk lejohet që e cekon për pabesimtarët, dhe shefati që është i lejuar, që e lejon Allah Azza wa Jall, e që është që ndërmjetëson besimtari për besimtari, muslimani për muslimani. Kjo është e lejuar dhe ndodh në ditën e gjykimit. Ndodh në ditën e gjykimit ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson tek Allahu Azza wa Jall për ummetin e tij musliman që kanë thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që kanë bërë gjunohe të mëdha. Mos më fut në xhenem ose më nxjerr për xhenemit. Pra ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë rënë gjunohe të mëdha, ndërmjetëson Rasulullah dhe Allahu i jep leje. Është i kënaqur me ndërmjetësimin e tij dhe çka e pranon ndërmjetësimin për besimtarin. Pra për të besimtar ndodh kjo. I pari që ndërmjetëson është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dashur vëllezër, i cili sfari ndërmjetëson me fillu dita gjykimit për krejt njerëzimin. Pastaj ndërmjetëson për ummetin e tij. Për ummetin e tij. Duke lutur Allahun Azza wa Jall që të jem prej atyre robërve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën shefat mbi neve dhe për neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën shefat për ummetin e tij dhe i prit tek haudi, tek kautheri, dhe i prit gjithashtu te ura e siratit ummetin e tij alayhi salatu wasallam. Ashtu siç ka në hadith, çdo pejgamber e ka pas ka një dua prej Allahut që i ka thonë lutu çka dush se ta pranoj. Edhe secili prej pejgamberëve është lut në këtë dynjë për ummetin e tyre, ashtu siç tham 70 ummete. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur Xhibraili dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall po thotë lutu, e keni lutje për ummetin ton? Ka thonë jo, unë peruj për ditën e gjykimit. Wallahi kjo është e madhe. Kjo është e madhe ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë peruj në ditën e gjykimit me bash shefat me ndërmjetësu që Allah Azza wa Jall më ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra i pari që ndërmjetëson është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Të dytët janë pejgamberët e tjerë. Pejgamberët e tjerë që Allah Azza wa Jall, domethënë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë arrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërmjetësojnë për besimtarët dhe muslimanët që kanë qenë para ardhjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për besimtarët tjerë. Pastaj melekët, se 7 grupe bojnë shefat. 7 grupe të njerëzve. E para Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dytët pejgamberët e tjerë, tretët janë melekët e Zotit. La yashfauna illa liman irtada. Pra melekët nuk bojnë shefat vetëm se me lejen e Zotit dhe Allah është i kënaqur me ndërmjetësimin e tyre. Bëjnë shefat, ndërmjetësojnë tek Allahu për robërit e Zotit që kanë qenë të sinqertë, që kanë bërë gjunohe, me ia falë Allahu gjunohet dhe me i fut në
në xhenet. Kategoria e katërt janë dëshmorët, shahidat që kanë rënë rrugën e Allahut Azza wa Jall, ashtu siç ka ardhur në hadith që ndërmjetësojnë për 70 prej familjarëve të tyre. 70 prej familjarëve të tyre Allah Azza wa Jall ju jep leje më ndërmjetësu. Grupi i 5 të dashur vëllezër janë njerëzit e devotshëm, al-muttaqun, njerëzit e devotshëm. Allah Azza wa Jall ju jep leje më ndërmjetësu për njerëzit dhe familjarët e tyre dhe njerëzit e të ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që Allah Azza wa Jall më shpëton nga zjarri i xhenemit. Dhe grupi i 6 janë të zgjedhurit e ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të përzgjedhurit e ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për njerëzve të mëdhenj, për sahabëve, sikurse xhulafar rashidun, njerëz të mëdhenj që kanë qenë në ummetin islam të zgjedhur te Allahu, Allah Azza wa Jall ju jep leje të ndërmjetëson tek ai, në mënyrë që të shpëtojnë besimtarët nga zjarri i xhenemit. Dhe kategoria e 7 janë fëmijët e muslimanëve të cilët kanë vdekur para moshës së pubertetit. Para moshës me hynë moshën e pubertetit, moshën madhore. Allah Azza wa Jall ja mundson këtyre fëmijëve se janë prej xhenetlive që me shku me i marë prindërit e tyre për dorë dhe me shku në xhenet. Subhanallah. Pra dikuj që i ka vdekur fëmia me shpirt, është fjala, qoftë ai domethënë i posalindur ose moshë 1 vjet, 2, 3, 10, derisa të arrijë moshën e pubertetit, derisa nuk fillon lapsi me shkru. Në moment që fillon lapsi me shkru ju, derisa nuk fillon lapsi me shkru për veprat e tyre dhe vdes, ajo është për banorëve të xhenetit. Allahu xhalla wa ala për ja mundsoj ka me ndërmjetësu tek Allahu Azza wa Jall për prindërit e tyre që kanë qenë musliman, o që kanë qenë gjunaqor, do shta e kanë meritu me hinë xhenem, Allahu Azza wa Jall për hatër të fëmijëve të tyre, që i kanë vdekur sa kanë qenë, domethënë, para pubertetit, ja u fal gjuna dhe i fut dhe i bën prej banorëve të xhenetit. Shikoni pra, sa i mëshirshëm është Allahu Azza wa Jall me ummetin e tij dhe me robërit e tij. Pra do të më qenë shumë, si thash më herët, kriminal i madh, mohues i madh i pejgamberëve, mohues i madh i nimeteve dhe mirësive të Zotit, me meritu hidhrimin e Allahut ashtu siç i kanë merituar Beni Israelit, siç do shohim edhe në ajetin e vazhdim. Pra Allah Azza wa Jall ju thot, nuk ju bën dobi që keni qenë djem të pejgamberëve, që keni pas baba dhe babgjysh pejgamber, kjo nuk ju bën dobi ditën e gjykimit kur nuk pranohet, domethënë nuk pranohet ndërmjetësimi, cilësia e parë nuk i bën dobi askujt, cilësia e dytë wala yuqbalu minha shafa'a, dhe nuk pranohet për ta ndërmjetësimi, cilësia e tretë wala yu'khadhu minha 'adlun, nuk pranohet prej tyre kompenzimi. Pa besimtari s'ka kompenzim. Në këtë botë i forti me kompenzim e nxjerr dikon prej të lashave. Me ndërmjetësim të fortë, e ka ndërmjetësimin e fortë, avokatin e fortë, pare ka sa dush, e nxjerr prej burgut, e nxjerr prej krimit, edhe krimin nëse e bën e pagun me pare, e lën veten e tij. Al-adl është fidje, me pagu fidje. Kur dikush ka bë vrasje në Islam, nëse ka bë vrasje me pa të drejtë e pagun fidje. Nëse ka bë vrasje të qëllimshme, dënimi i tij është ekzekutimi. Po ka të drejtë familja me afal ose me i lyp fidje, me i lyp kompenzim aq sa dëshiron familja e tij e të vrarën. Nëse dëshiron 20 milion euro ka drejtë të lyp. Kimi dhon ja jep, s'kimi dhon ekzekutosh. E në këtë dynjë ka njerëz që janë pasurinë, miliardera, e paguajnë gjakën me parë. E Allah Azza wa Jall thot ditën e gjykimit, cilësia e tretë e ditës së gjykimit, wala yukhadhu minha 'adl, për pabesimtarin nuk vlen kompenzim. S'ka kompenzim. Se me pas kompenzim, fukaraja kishu papet. Për këtë shefini është pa gjepa, s'ka tek Allah Azza wa Jall, mi thon dikujt kur des dikosh hey, kur ti unë në varr, mush me gjepat me parë se kur dal ditën e gjykimit e blejon e pe parë edhe atje. Ja, s'ka, si bën dobi askujt askush, nuk pranohet shefati ndërmjetësimi për ta, nuk pranohet kompenzimi, s'ka. Wala yukhadhu minha 'adl. Cilësia e katërt, wala hum yunsarun. Nuk i ndihmon atyre askush. Nuk kanë mbështetës. Wala hum yunsarun, s'kan mbështetës. Nuk kanë ushtri që më ndalë në ndihmë. Ai që është i fortë në këtë dynjë, e ka ushtrinë e fortë, ka njerëz të veti, ka veti, edhe nëse është i dobt në veten e vet, po i ka mbështetësit e fortë,
e ka ushtrinë e fortë, i bën hyjim dikujt, e sulmon dikon, i bën zullum dikujt. Ditën e gjykimit wala hum yunsarun, s'ka ndihmës. S'ka për ta ndihmtar. Mundet me ndihmu askush. Secili e ka veten e vet. Nuk flet askush pa lejen e Allahut. La tasma illa hamsa. Nuk dëgjon vetëm për shpëritjet e njerëzve. Askush nuk më fol para madhnisë së Allahut azza wa jall. S'ka ndërmjetësim, s'ka kompenzim, s'ka askush askujt mi po dobi. Për këtë Allah azza wa jall ju kujton në Izraelve po dhe neve që po se ndjeket rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po se ndjeket rrugën e Kur'anit famlar, po se ndjeket sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, s'ka kush që mundet më ndihmu ditën e gjykimit. Po se falet namazin këtë dynja, mos prit në ahiret me të ndihmu dikush se s'ka mundësi me të ndihmu. Po se agjerove Ramazanin, mos prit që të ndihmon dikush ditën e gjykimit, se s'ka kush që të ndihmon. S'ka kush që ndërmjetëson për ty. S'ka kush që del në ndihmë dhe nizan i mbështets. Harro. Përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç njerëzve të devotshëm, përveç pejgamberëve të tjerë, përveç melajkeve, përveç shahidave, përveç të zgjedhurve të ummetit Rasulullah dhe fëmijëve të cilët kanë vdekur në para se moshën e pubertetit, ta mund me ndërmjetësu për ata që të cilët kanë bërë gjuna të mëdha, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre njerëzve që ne të jemi pjesë e këtij karavani dhe 7 grupeve që ndërmjetësojmë për të tjerët me qenë zbashku në xhenet dhe jo të bëhemi ne që do kush mos po ndërmjetëson mua dhe më shpëtu nga zjarri i xhenemit, duke lutur Allahun azza wa jall që të na shpëtojë nga zjarri i xhenemit, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na bën pjesë e denjitetshme e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bashkojë me Rasulullah alayhi salatu wassalam në xhiretit e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.